Një zjarr i qëllimshëm ka përfshirë në orët e para të mëngjesit një mobileri në lagj 28 nëntori. Sipas burimeve policore, një person i maskuar është filmuar nga kamerat e sigurisë teksa i ofrohet objektit thyer në xhamin e derës me një çekiç dhe më pas duke përdorur një bidon të mbushur me benzinë i vë flakën mobilerisë. Autori më pas është larguar me shpejtësi nga ngjarja. Flakët janë vënë nga një fqinj i cili ka njoftuar më njëherë pronarin e biznesit Eduard Aliko. Ky i fundit ka mbërritur në ngjarje vetëm pak minuta më pas dhe ka parë se kati i parë mobilerisë ishte përfshirë tërësisht nga zjarri. Në vend kanë mbërritur forcat zjarfikse, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve, megjithatë dëmet materiale janë të konsiderueshme. Policia ka rrethuar zonën dhe ka nisur hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorit. Pamjet e kamerave të sigurisë janë sekuestruar si provë materiale. Vetë pronari i mobilerisë Eduard Aliko në një prononcim për mediat është shprehur se nuk ka konflikte personale dhe se është një njerëz paqësor. Kjo është e dyta herë që vendosin zjarr në mobilerinë e tij. Dëmi i kësaj radhe ka qenë 3 milion lekë të reja. Herën e parë 5 milion lekë të reja. Hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë.